Edicioni i fundit i Big Brother Kosova VIP 4 po vazhdon të tërheqë vëmendjen e publikut, jo vetëm për ngjarjet e konfliktit brenda shtëpisë, por edhe për situata që po shkaktojnë debat në rrjetet sociale. Së fundmi fansat kanë vënë re një incident të veçantë që përfshin banorin Benita Zena. Ajo është parë duke mbajtur në dorë një letër ku kishte shkruar: "Në dhomë të rrëfimit fola një debat të fortë shumë." Nga pamjet e shpërndarë në rrjetet sociale duket që mesazhi u komunikua edhe tek banorët e tjerë duke shkelur rregullat e formatit, pasi është ndaluar që të transmeton komunikimet që ndodhin mes banorit në dhomën e rrëfimit. Kjo ka shkaktuar reagime dhe dyshime mes fansave mbi qëndrueshmërinë e lojës dhe vërtetësinë e saj për mënyrën se si po menaxhojnë situatat brenda shtëpisë. Pamja e këtij mesazhi është përhapur gjithësisht në X dhe në rrjetet të tjera sociale duke rritur diskutimet për transparencën dhe besueshmërinë e programit. Banorët dhe produksioni nuk kanë komentuar ende mbi këtë rast, ndërsa publiku vazhdon të ndjek me interes çdo zhvillim brenda shtëpisë më të famshme në vend.